Ajo që po ndodh, jo vetëm në Dibër, por me shumë gjaz do ndodhi në Durrës. Si eksperti Dibës, Vilis? Se jam nga i qark. Po pra. Edhe unë kap shumë rëshkojnë. Po aty jemi ne tani, kufiar jemi, po të mos e themi se edhe kjo na duhet për të na asociuar dhe për të na goditur. Po bërtita unë del ditë penxhere. Anëri njerë është nga Tirana, njerë është nga Dibra, po më qanë si e Tirana. Anëri e ka thënë se nga është, nuk e ka ndryshuar asnjëherë, unë jam nga Martanishi me origjin nga Imat, nga Vali më saktë. Që janë krasta këto të marrë, tani nuk kam të shumë Gjyshitan, kur lindur fëmijë me çifte, nga Golemi Gjirokastër, unë kam lindur në Tiranë dhe prindërit mi kanë ardhur shumë herë në Tiranë dhe kaq. Asnjë gjë, nuk është se ndjej veten, pse ky racizmi lokal më duket një idiotësi e madhe që jam nga gjithse kush i profesion si thua. Nuk është keq tani me qenë, keq tani është me qenë nga Tirana, se tiranësit s'kan marrë asgjë nga Tirana, e kemi marrë ne, kështu që janë kthyer asgjë mbrapsht. Ajo që po thoja është që është shumë interesante se si sheh për shembull në Durrës, Aulon Kalaja kishte nxjerr videot dhe faktet që shije që në proces verbal shkruheshe që kishte më shumë vota Arjan Doj, i zgjedhur deputet, dhe në fakt kishte më pak vota në kuti. Dhe kjo në fakt është një tragjedi në kuptimin që në qoftë se ka një kauzë, një kalë beteje që sot demokratët, doktori, jo demokratët, e ka ngritur për të bërë betejën e tij kundër Edi Ramës, është manipulimi, tjetërsimi i votës. Dhe ajo që po ndodh është që për shkak të disa kryenexhve se do ta fus në emision se është lajm ky, edhe bëjmë kisha qejf ta bënim bashkë. Po do ja jap regjis. Okej. Pra tragjedia na fusin ndoshta në pamjet në ta vendosim. Të dy fotot edhe mund ta diskutojmë. Tragjedia është kjo. Mund të jap dhe juve në telefon që mos e shihni më mirë. Po, me një fjali tragjedia është kjo. Demokratët duke tentuar të vënë vetullat kanë nxjerr syt. Pra disa ose të heqin. Mikroblending që edhe i vejnë. Kanë dalë ca kryenexh, të cilët kanë punuar, për shembull Aulon Kalaja ka punuar atje dhe nuk ka patur takatin e një njeriu që ka patur dikur pushtet, një koleg ynë është aktivist, i cili ka marrë mbi 8000 vota dhe me drejt Zotit ai do të tregojë që në finale e mbron atë votë që ka marrë dhe unë e mbështes Aulonin, mirë po tipa si Auloni i kanë prishur punë doktorit, e kanë kthyer në tragjedi këtë proces për Partinë Demokratike, sepse nesër, edhe sot me këto që po shohim, neve na del që Sali Berisha nuk ka moral të kërkojë edhe të flasi për tjetërsim vote, sepse moral kërkon dikush që është qelibar dhe nuk e bën vetë atë. Kështu që në këtë kuptim këta i kanë prishur një punë të madhe. Nuk e flas tek pjesa e futjes dorë tek xhepat e shqiptarëve, flas. Te votat po flasim, te votat. Te votat, atë duhet, po mendimin e regjis, ndoshta Klesti na ndihmon që të vendosi këto fotot në ekran, si shpjegojmë dhe qytetarëve të japin panoramë, se ne mund ta diskutojmë fare mirë këtu. Kemi po pra votat e PD-s, po ti shikosh. Një dorë, ç'është kjo? Jo vetëm që është një dorë, po është dorë që është bërë shpejt. Nuk është dorë si se Kjo është dorë numërues. Po, dorë numëruesi. Kur shif që ka ndodhur në rastin konkret, po e shefu dashur koleg? Po e shikoj që është... Apo po shef ato ti, përputhen që? Po dhe përputhen se një histori përputhen i është bërë kjo. Vetëm mos shkote të novela turke se... Tani këtu është një dorë... Pri tani, kjo është dorë, paktën se sa e kuptoj unë. Ja, shifeni aty? Është dorë e shpejt. Është tak e shpejt, tak, është bërë kjo gjëja. Dorë numërues. Tak se na duhen. Siç i bënte Rama VKM-t. E firmosur ai vat pe vat. Edhe ka firmosur vat pe vat. Tani këtë e kemi ne, nuk ka dalë gjë kundi, pavarësisht se si kena vënë logo, po prap ne për hir të opinionit publik. Për hir të opinionit publik. Po. Do është tani lajm. Këto janë votat që janë marrë nga këto të numërimit, qendrat e numërimit. Dhe këto janë të plotësuara nga shifçarë, si ka ndodhur, paktën me informacionet që kam unë. Ka pas, kur unë numëruan votat e partisë. Ulan i herë. Ulan, pastaj votat e kandidatëve. Tani kishte shumë vota që janë votuar Partia Demokratike, po s'është votuar kandidati.
Me kupton? Dhe aty Te kandidati kur i ka ardhur ajo fleta prap ti se janë bashkuar prap janë punuar. këdo partia Këtë orienton me orientim partijak, tak. Dhe po Janë plotësuar sepse po të një shikosh, pyetje, të lutem. ma le që vetë analizën të si thuash, jo juridike, po të se si e kanë zbatuar këtë vendosjen e kryqit. Ku kemi shkruar ne, për shembull, ku kam shkuar tek me votu, kam votuar me kryq brenda kuadratit subjektin, kam votuar dhe deputetin ose kandidatin për deputet. Pra, me shumë ngadalë që mos dilja nga kuadrati. Po të shikosh të gjitha këto votat dhe të dyja fotot që unë i kam dhënë regjis, janë plotësuar me një shpejtësi kështu marramëndse dhe jo vetëm që e kanë bërë të orientuar votën te zonja Tabaku, e cila është më e mira e Tiranës, si më thënë, ka 22.000 kishte vota. Kështu kur e orienton me i miri del kushdo, puna është që ta fitosh vetë. Ka dhe akuza tjera për deputet tjerë që e kanë bërë, jo vetëm orientimin, pra mos ta marrë ai më mirë ta marrë ky. Kështu që kjo është një nga rastet e qarta se si i është bërë kjo, me fjalë është vjedhur shtëpia, po nuk është vjedhur nga kundërshtari. Kështu që besoj se këto zgjedhjet në kontekstin që po thoshte edhe Flogerti ose në pipamjen e Flogertit që këto zgjedhje më shumë do tregojnë që këtu është bërë batardi midis njëri tjetrit dhe nuk ka dalë kjo çështje për te. Unë mendoj që në këtë situatë që është Partia Demokratike, unë e kam thënë, ne shikojmë 3 absurditete. Po qëndrojmë duke qenë se absurditeti brenda Partisë Socialiste përthithet nga resurset ekonomik dhe njerëzit edhe prej natyrës tyre bëhen pragmatist duke mos pa shpresë te opozita, zgjedhin të jenë pragmatist për të bashkuar me pushtetin. Në këtë kohë kur jeta është dinamike. Absurditeti është që tashmë këta këmbgulën fort. Si poet në ke folur. Po kështu jam, letrar jam, po të qëndroj në shkrime. Absurditeti qëndrojnë që Zoti Berisha dhe antarët Partisë Demokratike flasin për një masakër zgjedhore që ata e kishin të pritshme, pa në informacion. Ajo që lidhet tashmë me faktin jo vetëm këtyre materialeve, por edhe materialeve ndibër. Këta nuk se e kanë pasur luftën thellësisht me Edi Ramën. Këta luftën e pas kanë pasur mes vetes. Pra këta nga që s'kan besuar se do mundin Edi Ramën, ka thënë hajt mundim njëri tjetrin. Dhe kjo të shpjegon dy gjëra. E para, numrin total të votave që mori Partia Demokratike, që janë marrë vetëm me struktura dhe nuk kanë kaluar për te i gardit, prandaj kanë marrë 500 e pak mijë vota, dhe ajo që është më e bukura, është që doktori, duke e ditur, mendoj unë, shumë mirë masakrën elektorale që kanë bërë kandidatët e tij ndaj njëri tjetrit, ka thënë me vete, me drejt Zotit, dhe unë po tisha, ore, kur ka bërë nami Njorida fjala vjen me atë ndoj, imagjino çfarë na ka bërë Edi Rama neve. Edhe ka drejt ai kur thotë është masakër olla. Se kjo është masakër. M'fal, po ke disa masakra brenda një masakre. M'fal, po në momentin që të Janë betejë të ndryshme. Në momentin që të vjedh shtëpia, që vjedhësh brenda shtëpisë, imagjino ç'ka bërë komshiu, logjike thjesht. Kështu që unë doktorin vetmin që mirë kuptoj në këtë histori, i cili është për mua i preri i madh në besë, e kanë prerë në besë, është ai. Se ato e kanë prerë 2 herë në besë. Kjo ka qenë udhëzim orientimi doktorit. E para duke mos i bindur. Sigurisht. Sidomos Jorida Tabaku nuk ka qenë orientim. Dhe unë them që doktorit i ka ndodhur kjo. Ta mbaroj Ermal. I ka ndodhur kjo doktorit. Doktorit e para që i ka ndodhur ose prerja e parë në besë që i kanë bërë të vetët ka qenë kur nuk kanë kaluar për te i gardit, por kanë bërë vetëm luftën e ngushtë brenda strukturave për të marrë këto njerëz të strukturave, grup seksionet, për të vendosur qoftë dhe votues, ato numëruesit atje për të bërë këtë marifetin në fund, më the thash. Ky ishte besprerja e parë. Besprerja e dytë ishte kur i than tani mbrapa që besprerjen e parë e bën të parët, pra këta marifetxhin. Besprerjen e dytë e bën dytët, që për të ruajtur cipën e tyre me drejt Zotit, ta dytët e kanë bërë tamam, por e presin besë në një farë mënyre, është që i kërkojnë të ndodhi kjo që ndodh, që merra uloni një parti atje matan, siç e lejon ligji, me që